إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما من الله تجد مشيش من مشروعه Allahun xhalla xhelaluhu Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun xhalla xhelaluhu i lutem që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona. Cili ndo që Allahu udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kusht ta humbë prej saj, dhe cili do që devijon udhën e drejtë nuk mund ta udhëzojë tek e drejta askush tjetër përveç Zotit xhalla xhelaluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtetë. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira dhe mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelaluhu na drejtohet në Kur'an kur thotë: O ju që keni besuar, friksoheni Allahut ashtu siç e meriton Allahu të friksoheni, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman të denj. Gjithashtu i madhi Zot xhalla xhelaluhu apelon mbar njerëzimin kur thotë: O ju njerëz, friksoheni Zotit tuaj i cili ju krijoi juve për një vetje të vetme dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij dhe prej këtyre të dy bashk i madhi Zot krijoi shumë burra dhe gra. Friksojeni Allahut me emrin e cilit përbetoheni. Ruajini lidhjet farefisnore midis jush. E dijeni se Zoti është mbi ju mbikëqyrës. Gjithashtu i madhi Zot xhalla xhelaluhu na drejtohet në Kur'an kur thotë: O ju që keni besuar, friksojeni Allahut dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt. Nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Allahu do t'u afal gjunahet dhe do t'ju mundsojë që vazhdimisht bëni vepra të mira. Kush i bindet Allahut dhe dërguarit të tij, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë e vërtetë, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Envim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e të Madhit Zot në Kur'anin famëlar. S'ka dyshim se orientimi më i mirë për mbar njerëzimin është orientimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi alayhi salatu wasalam. S'ka dyshim se punët më të këqija janë sajesat në fe dhe në besim. Çdo sajesë është bidat, dhe çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e xhehenemit. Allahu t'i lutem me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta që të na ruaj neve dhe të gjithë besimtarët nga zjarri i xhehenemit. Para se ta nis të hutbe, dua t'i lutem Zotit xhalla xhelaluhu duke thënë: O Allahu Zoti i gjithësisë, çdo besimtari dhe çdo besimtarje që i ke mundsuar sot të përgjigjet thirrjes tate: Ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salah min yawm al-jumu'ah fas'au ila dhikrillah. O ju që keni besuar, ditën e xumah kur bëhet thirrja për falje, shpejtoni në vendet ku përmendet Zoti. I lutem Allahut për çdo besimtar dhe besimtare që i është përgjigjur këtij ajeti kuranor dhe është përgjigjur kësaj thirrje të Madhit Zot xhalla xhelaluhu. Allahu t'i japë të mira në këtë botë në botën tjetër. Nëse Allahu xhalla xhelaluhu që ato fytyra besimtarësh dhe besimtaresh që kanë mbushur sot xhamiat, shtëpiat e të Madhit Zot në tokë, vendet ku adhurohet Allahu xhalla xhelaluhu. Nëse Allahu që këto fytyra të zbardhojë dhe të bardhësojë
si në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Amin. Falenderojmë Allahun xhallal xhelaluhu për mirësitë dhe begatitë e tij të panumërta. Në çdo moment që besimtari do të ndalet në këtë fe të bukur, në këtë fe madhështore dhe të mrekullueshme, në çdo detaj ose nga cili do prizëm që ta shohë fenë islame, që ta studiojë islamin, do të kuptojë se ka të bëjë me një mrekulli, me një dhuratë e cila do të jetë për njeriu lumturim në jetën e kësaj bote dhe lumturim në jetën e botës tjetër. Një fe e cila nuk ka të bëjë fare me njerëzit, nuk është produkt njerëzor, por është një fe qiellore. Një fe e cila i përfshin të gjitha momentet dhe detajet dhe kapilarët e jetës së njeriu. Një fe e cila nuk ka ardhur për një kohë të caktuar, një fe që nuk ka ardhur për një vend të caktuar, një fe që nuk bie ndesh me natyrën e pastër njerëzore, një fe që nuk bie ndesh me logjikën e pastër njerëzore, një fe e cila jep të dobëtit hakun që meriton, e cila jep femrës vendin që duhet gëzojë, një fe e cila është fe e debatit, një fe e cila pranon mendime ndryshe në momentin që ai arsyetohet dhe vihet në tryezën e debatit dhe të konsultimit. Një fe e cila e ka si princip bazë të vetin të drejtat dhe drejtësinë. Të drejtat që do të thotë çdo njeri obligohet për të drejta dhe ndaj tij obligohen të drejta dhe drejtësia, që do të thotë se Islami nuk ka kuptim nëse nuk ka drejtësi. Një fe e cila e ka obliguar drejtësinë dhe e ka konsideruar atë si princip bazë pa të cilin nuk ka kuptim feja dhe besimi i besimtarit. Të flasësh për drejtësinë në këto kohë kur nuk ka drejtësi, në këto kohë kur mungon drejtësia, në këto kohë kur të gjithë njerëzit flasin për drejtësinë dhe në emër të drejtësisë dhe ngrenë flamurin e të drejtësisë dhe të drejtës, normalisht që është e vështirë. Mirë, po në momentin që kjo drejtësi konceptohet sipas mënyrës që Islami, feja e Madhit Zot xhallal xhelaluhu, ka orientuar dhe këshilluar për të, është shumë e thjeshtë për të konceptuar dhe shumë e thjeshtë për të jetuar, sepse Zoti i Madh xhallal xhelaluhu e obligon besimtarin dhe besimtaren për të qenë tek e drejta dhe me të drejtën. Ja ayyuhalladhina amanu la yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu. O ju që keni besuar, nëse dikush ju bën padrejtësi, kjo mos t'ju mbart juve që ju të jeni të padrejtë. Jo vetëm kaq, po i Madhi Zot xhallal xhelaluhu në sa ajete kuranore obligon besimtarin dhe besimtaren për të qenë të drejtë. Madje Zoti xhallal xhelaluhu na ka treguar se ai vetë është i drejtë dhe nuk bën padrejtësi, dhe se padrejtësinë ja ka bërë haram vetes së tij, ja ka ndaluar. Qul ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. O robët e mi, thot i Madhi Zot xhallal xhelaluhu, o robët e mi, unë ja kam ndaluar padrejtësinë, zullumin vetes time, dhe kështu kam gjykuar që në mesin e njerëzve padrejtësia të jetë ndaluar, prandaj mos bëni padrejtësi, mos bëni zullum mes veti. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do t'i porosiste besimtarët duke thënë: kërkojeni hallallikun dhe falni mes njëri tjetrit, përpara se të vijë dita e gjykimit dhe kur padrejtësia do të paguhet shtrenjtë, do të paguhet me të mirat e njeriut apo do të paguhet me të këqijat e tij. Kur flasim për drejtësinë si term, çfarë nuk kupton Islami me fjalën drejtësi? Janë dy momente interesante që Islami i ka trajtuar në konceptimin e drejtësisë, që të ketë drejtësinë tonë. Momenti i parë, e drejta e çdo individi për të jetuar, e drejta e çdo individi për të besuar, e drejta e çdo individi për të zotëruar, e drejta e çdo individi për të qenë i barabartë me të tjerët në konkurimet e jetës së kësaj bote, e drejta e njeriut për të ruajtur logjikën e tij, për të ruajtur gjenezën e tij. Drejtësia në Islam nënkupton arritjen e më të mirës mundshme, edhe nëse sakrifikohen disa të mira të vogla, dhe largimin e të keqes së mundshme, edhe nëse si pasojë e saj njeriu mund bëjë disa të këqija të vogla. Drejtësia në Islam nënkupton që të gjithë individët të jenë të barabartë përpara ligjit, përpara drejtësisë, dhe mos të ketë hatër apo mos të ketë gjykim mbi disa njerëz
dhe jo gjykim mbi disa të tjerë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të thoshte: "Fa walladhi nafsu Muhammedin bi yadihi law anna Fatimata bint Muhammedin saqat laqata'tu yadaha." Pasha Zotin, i cili ka në dorë shpirtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sikur Fatimeja bia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të kishte vjedhur, do t'ja kisha prerë dorën. Dhe këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e tha në një rast kur një grua shumë e fisme dhe me shumë popularitet në Mekë kishte vjedhur. Dhe ndërhyri njeriu më i dashur tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte Usama ibn Zaidin radhiyallahu ta'ala anhu. Usama u fut si ndërmjetës që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam toleronte këtë rast. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet duke i thënë: "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Si tha, po ndërmjetëson që mos zbatohet drejtësia dhe ligji i Zotit në tokë? Jo vetëm kaq, po Islami qysh në origjinën e tij orientoi se origjina ndër njerëz është pastërtia. Çdo njeri është i pafajshëm derisa të vërtetohet akuza mbi të. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam porositi duke thënë: "Innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum ablaghu fi hujjatihi min ba'd فالبينة على فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار البينة على المدعي واليمين على من أنكر." Jo vini për të gjykuar tek unë, dhe ndoshta ndonjëri për jush diti paraqes argumentet apo t'i fshi faktet, t'i fsheh faktet. E dijeni se nëse unë në bazë të asaj që më paraqitet i gjykoj dikujt me të drejtën dhe meritën e tjetrit, ai mos kujtoj se ka fituar, po duhet di se faktikisht ka marrë nga zjarri i xhehenemit dhe e ka çuar në shtëpinë e tij. Pastaj tha: "Argumenti dhe fakti për akuzuesin, ndërsa ai që akuzohet është i pastër dhe lirohet nga akuza thjesht me një betim." Po lexoja se si njerëz të mëdhenj kur lexojnë dhe studiojnë dhe hullumtojnë për Islamin, habiten përballë këtij fakti dhe se si feja e Zotit xhallal xhelalu dhe Islami e ka si princip të vetin drejtësinë dhe zbatimin e drejtësisë pa bërë dallim se kush është personi i cili është përpara nesh. Për këtë arsye transmetohet se Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu një herë e humbet parzmoren dhe parzmoren e tij e gjeti tek një krishter. Dhe normalisht kur e pa parzmoren e tij, ju drejtua gjykatës pasi i krishteri pretendonte se kjo parzmore është e tij dhe nuk është e Aliut radhiyallahu anhu. Dhe i drejtohen gjykatësit. Dhe gjykatësi mbasi i uli njësoj, pavarësisht se Aliu ishte halif dhe udhëheqës dhe i pari i muslimanëve, i uli të dy njësoj dhe i drejtohet Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. I thot: "Ti ke akuzuar këtë krishterin se të ka vjedhur parzmoren, argumentin, dëshmitarët, faktet." I tha Aliu radhiyallahu ta'ala anhu: "Ajo dihet që është e imja." I tha: "Në gjuhën e gjyqit dhe të ligjit nuk funksionon, dihet argumenti." Tha: "Unë nuk kam dëshmitar." Pastaj u kujtua, tha: "Kam dëshmitar fëmijët e mi." Tha: "Fëmia nuk mund të jetë dëshmitar për babën e tij. Nuk pranohet dëshmia e fëmisë për prindin." Atëherë i tha Aliu radhiyallahu ta'ala anhu: "Unë nuk kam ndonjë argument që mund të argumentoj vërtetësinë e kësaj gjëje." Atëherë i thot Shurejhu, i thot krishterit, i thot: "Duhet betohesh edhe me kaq lirohesh." Dhe ai normalisht e kishte shumë të lehtë për të betuar dhe u betua që kjo është e imja. Thot Kadiu, gjykatësi, me kaq thot seanca mbaroi, parzmorja është e atij që e ka në origjinë dhe në dorë, ndërsa për ty i thot: "Je i lirë për të vazhduar." Dhe pa mbaruar dhe pa dalë nga salla e gjyqit, i krishterit deklaroi Islamin, sepse tha: "Një fe e cila e trajton udhëheqësin dhe prisin me kaq
qartësi dhe me këtë drejtësi nuk mund të jetë vetëm se një fe që ka ardhur prej të Madhit Zot, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. E njëjti person, Shurejh el-Qadhi, sprovohet një herë me të birin e tij, me djalin e tij. Dhe i biri në shtëpi i tregon djatit se si është puna për një rast X. Dhe i thot Orbab, kur të vi puna për gjyq, unë do të dal, i thot, si garanci për këtë person. I thot mirë, po ti duhet kesh parasysh, i thot, se nëse del garanci dhe personi nuk paraqitet, zbatohet ligji mbi ty. Tha po, kam të qartë. Dhe u bë gjyqi. Djali hyn në garant për një borxh që kishte shoku i tij, dhe personi nuk i përgjigj. Mbas kësaj, mbasi mbaroi afati i pritjes, Shurejhu mori vendimin për djalin e tij me burgim deri në plotësimin e shumës për cilën ai kishte hyrë garant. Shumës së borxhit për cilën ai kishte hyrë garant. Në një rast tjetër tregohet se i pari i Egjiptit me djalin e tij dhe familjen e tij që jetonin dhe udhëhiqnin në Egjiptin, një ditë i biri i tij bën një garë me një djalë kopt, ortodoks egjiptian. Dhe normalisht kopti e kaloi në garë dhe fitoi, si më thënë. Dhe djaloshi i halifes, biri i mbretit, nëse ta quajmë kështu, ose biri i prisit, e goditi. I tha, ku bëre ti të më kalosh mua? Djaloshi nuk ka harroi këtë dhe shkoi në shtëpi dhe u anku atij jatit. I jati i hypi kalit apo deves çka ka qenë në atë kohë dhe shkon në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për t'u ankuar. Dhe kur e merr vesh Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala në ngjarjen, i thret të dy dhe udhëhecin dhe të birin e tij. Dhe i tha, si të goditi? Tha, më goditi kështu. Dhe e goditi siç kishte godit ai të birin. Pastaj më tha, më sillni një shkop. I tha, ç'do shkopin? Tha, kam punë. Ja sollën shkopin dhe filloi t'i gjunte halifit ose atij të parit prisit të Egjiptit. Tha, kjo ishte barazi për sa i përket fëmijëve me njëri tjetrin. Kurse kjo ishte për ty me të sta'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Kur i robëruat njerëzit, ndërkohë që nënat i kanë lindur të lirë nga barqet e tyre. Për ngjarje më interesante që ka transmetuar historia islame është çlirimi i Semerkandit. Çlirimi i Semerkandit udhëhiqej nga komandanti i njohur i ushtrive islame Qutejbetu ibn Muslim. Qutejbja, mbasi e rrethoi kështjellën për kohë të tëra dhe të gjatë, nuk kishte asnjë lloj suksesi. Dhe mendoi që të përdorte një taktik, bëri sikur u tërhoq dhe urdhëroi ushtrinë e tij që mos t'japin shenjë jete. U futën në pyje, u fshehën dhe urdhëroi ushtrinë e tij që mos t'japi asnjë shenjë jete. Një ditë, 2 ditë dhe ditën e tretë, kur banorët e vendit atje u siguruan që gjendja dhe situata është qetësuar, filluan të jetonin jetën dhe ditët e zakonshme. Dhe në momentin që hapen dyert e qytetit, ushtria muslimane me një urdhër hyn në qytet dhe e çlirojnë këtë vend, i cili ishte bërë pengesë për rrugtimin e tyre. Ndërkohë që fillojnë në këtë qytet zbatohej ligji dhe shariati i Islamit, filluan banorët e qytetit të njihnin bazat, parimet dhe mësimet e Islamit. Dhe ndër të tjera mësuan diçka që ishte në dëm të çliruesve të këtij vendi. Për këtë arsye, një grup murgjish udhtojnë një ditë për tek halifi Omer ibn Abdulaziz. Çudi e madhe. Mbasi i pret Omer ibn Abdulaziz, i thot, kush është halli juaj? Thot, halli jonë është se ushtria jote, kur e ka çliruar vendin tonë atje,
nuk ka zbatuar ligjet e shariatit. Sepse ligji i shariatit thotë, nëse ushtria muslimane përballet me një vend, duhet që në radhë të parë t'i ofrojë atyre islamin si alternativë. Në radhë të dytë, përgjet një gjuhë mirëkuptimi dhe marrëveshje, dhe nëse këto të dyja dështojnë, atëherë është çlirimi. Thot ata bën një lloj taktike dhe një lloj lufte që nuk na e dhan as të parën si alternativë, as të dytën si alternativë, po direkt zbatuan tretën. Thot Omer ibn Abdulaziz, khalifi, thot merre këtë letër dhe do t'ia çosh gjykatësit të vendit atje. Kush është gjykatës? Ai duhet gjykojë mes jush, sepse unë jetoj këtu në Damask, ndërsa situata është tjetër atje, nuk mund të gjykoj nga këtu. Dhe shkon grupi i murgjeve me letrën e Omer ibn Abdulazizit në Samarkand dhe i dorëzohet letra gjykatësit. Dhe gjykatësi thret udhëheqësin Kutejben dhe thret grupin e murgjve të cilët ishin ankuar. Dhe ju thot, kush është ankesa juaj? Than, nuk është zbatuar ligji të cilit ju i përmbaheni në çlimin e vendit tonë. Normalisht ata nuk thoshin çlim, ata thoshin pushtim, po ne themi çlim. I thot gjykatësi Kutejbes, i thot si është puna? Thot i nderuar gjykatës. Lufta është hile. Lufta është taktik. Ne në luftë nuk mund sillemi drejt. I thot, jo, ti nuk e zbatuar ligjin. I thot ai, çdo gjë tashmë është mbyllur dhe jeta po vazhdon. I tha, jo, nuk është kështu. I tha, çfarë duhet bëjmë? I tha, obligoheni ju të gjithë të dilni nga qyteti. Kështu siç jeni të gjithë, do ta lini qytetin bosh dhe pastaj të bëni alternativat. Normalisht fjala e gjykatësit dhe ligji dhe gjykimi i kadiut ishte i padiskutueshëm, mbledhen muslimanët me çfarë kishin dhe dolën nga qyteti. Mirë po, problemi ishte diku tjetër, se qytetarët e atij vendi ishin familiarizuar me fenë dhe besimin e ri dhe me njerëzit cilët po ecën me drejtësi mbi sipërfaqen e tokës. E kur ata u larguan, banorët thanë po na mungon diçka. Dhe çuan pastaj një grup njerëzish që t'i thrasin edhe një herë dhe të futen me qetësi dhe me paqe në bazë të asaj që edhe më herët kishin rënë dakord me njëri tjetrin. Ulaika abai fa'tini bimithlihim. Kjo është historia e bukur që na tregon kjo fe e bukur atëherë kur zbatohet dhe vihet në jetë nga njerëzit. Sepse Zoti xhalla xhelaluhu ka gjykuar dhe ka vendosur se me drejtësi jetojnë popull dhe shtete, dhe kur mungon drejtësia, shtetet bien dhe popujt quhen. Lut Zotin xhalla xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta që të na bëjë që të jetojmë të drejtë, me të drejtën dhe në krah të drejtës sa të jemi gjallë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kërkojeni Allahu xhalla xhelaluhu falje në këto momente, sepse janë momentet më të mira kur njeriu mund t'i lutet Zotit xhalla xhelaluhu. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi alladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu. Mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtaret që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me dinjitet dhe seriozitet dhe sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Drejtësia nënkupton çuarjen ose vendosjen në vend të drejtave dhe largimin e zullumit dhe padrejtësisë për çdo kujt. Çuarjen në vend të drejtave. Normalisht besimtari mëson në Islam se Zoti gëzon të drejta.
Besimtari mëson në Islam se kjo fe dhe ky besim gëzon të drejta. Besimtari mëson në Islam se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndaj çdo besimtari dhe besimtareje gëzon të drejta. Besimtari mëson në Islam se çdo besimtar dhe besimtare ndaj çdo besimtari dhe besimtareje gëzon të drejta. Besimtari mëson në Islam se çdo njeri që jeton mbi sipërfaqen e tokës ndaj tij gëzon të drejta, qoftë ky besimtar i një feje qiellore apo jo besimtar, ndaj muslimani ndaj tij obligohet për të drejta. Jo vetëm kaq, po muslimani mëson në fenë e tij se çdo gjallës mbi sipërfaqen e tokës ndaj tij gëzon të drejta. Jo vetëm kaq, po besimtari mëson fenë e tij se edhe ambienti dhe mjedisi ndaj tij gëzon të drejta, sa më i përpikt dhe sa më korrekt të jetë besimtari ndaj të drejtave të Zotit të tij, ndaj të drejtave të fesë tij, ndaj të drejtave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndaj të drejtave të besimtarëve musliman, ndaj të drejtave të njerëzve në përgjithësi, ndaj të drejtave të botës shtazore dhe botës bimore, aq dhe mirë do të jetë me Zotin xhalla xhelaluhu si në këtë botë edhe në jetën e botës tjetër, aq mirë nën kupton kjo se ky besimtar e ka kuptuar fenë dhe besimin Islam. Unë ndala në 4 raste se si disa prej njerëzve të mëdhej perëndimor janë shprehur në lidhje me konceptin e drejtësisë dhe ligjin e drejtësisë dhe e drejta në Islam. Prej tyre Edmond Burge, i cili thoshte ligji i Islamit është një ligj i cili i vend të gjithë individët të shoqërisë përballë një barazie të pashoqe e cila nuk mund të shihet vetëm se në rastin e Islamit. Bonaparte në kujtimet e tij do të thoshte: unë besoj se një ditë bota, duke u mbështetur në ligjet e drejtësisë që burojnë nga Kurani, do të arrijë në atë që quhet drejtësia ideale dhe bota perfekte. San Mark Bright, ish ministër i jashtëm i Irlandës, kur prezantoi në një rast në një seminar i cili fliste mbi të drejtën si koncept në Islam, ndër të tjera tha: me që dëgjova dhe që pash në këtë seminar, kuptova se ju muslimanët jeni shumë të obliguar dhe jeni shumë mbrapa për t'i treguar botës se çfarë në të vërtet ofron Islami në fushën e ligjit dhe të dispozitave. Një tjetër, Bernard Lewis, thot, ndër të tjera, arriti Islamin me të aplikoj besimin e thellë të shoqëruar me një tolerancë të rrallë, duke sjellë në jetë shoqëri ku dominonte ligji me barazi dhe rastin më të mirë, normalisht ai flet për ai sa ka hulumtuar ai, dhe rastin më të mirë thot mund ta gjeni në rastin e perandorisë osmane. Kto ishin disa dëshmi, por se ai që studion Islamin dhe hulumton këtë fe të bukur madhështore, do të kuptojë se këto nuk janë fjalë që thjesht thuhen nga një hoxh, po janë fjalë që burojnë për çdo njeri i cili don ta kuptojë Islamin ashtu siç duhet. Vjen në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i dërguari i perandorit pers me një letër që ja sillte halifit të muslimanëve, Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu ta'ala anhu. Kur erdhi në Medinë, mendoi se vendi më i dalluar në Medinë do të ishte kështjella ose pallati mbretëror i halifit, pasi Islami në ato ditë kishte trokitur deri në dyert e Persisë. Ndërkohë që në Medinë i pasë të gjitha shtëpiat ishin njësoj dhe nuk kishte dallim. Për të arsye u detyrua të pyeste njerëzit: "Më tregoni se ku është shtëpia e halifit?" Dhe njerëzit i tregojnë derisa e çon tek shtëpia e Omer ibn al-Khattabit. Tha s'ka mundësi. I thanë kjo është shtëpia e halifit. U çudit. Pastaj trokiti nder dhe përgjigjet një zë nga brenda: "Kush është?" Thot: "Ka marrë në një letër nga perandori pers për halifin." I thot: "Halifi ka dalë."
Bile nuk i thot khalife, po i thot Omeri ka dalë. Pyet një tjetër derisa e gjeti Omer ibn Khattabin radiallahu ta'ala anhu. A e dini se ku e ka gjetë? Omeri ishte shtrirë në hijen e një palme, nën kokën e tij kishte vendos një plis dheu dhe po flinte për 7 palë qefe në kohën e para drekës. Ai u çudit, u habit dhe tha një fjali në persisht, e cila më vonë u përkthye. Kjo fjali ishte adilte fenimt. Tha, mbajte drejtësi mes njerëzve për këtë arsye dhe flen i sigurt dhe i qetë. Lutë Zotin e Madh që të na bëj drejt, na bëj për atyre që e thon drejtën, na bëj në krahun e drejtës, na bëj që të ndihmojmë të drejtën. Edhe nëse është kundra nesh, edhe nëse është kundër veteve tona, siç e ka përmend Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an kur thotë walau kana ala anfusikum, edhe nëse është kundra veteve tuaja, ose nëse është kundër familjarëve tuaj, thuaj në të drejtën dhe përmbajuni të drejtës. Lutë Zotin e Madh që të na bëjë në krahun e drejtës, që të ndihmojmë drejtën, sepse atëherë do të na ndihmojë Zoti xhalla xhelaluhu. Nëse Allahu xhalla xhelaluhu që të çojmë në vend të drejtat e Zotit ndaj nesh dhe të çojmë në vend të drejtat e njerëzve ndaj nesh, lutë Zotin e Madh për mëshirë dhe për falje. Amin. Vëllezër të nderuar, janë disa raste cilët na kanë thënë që t'i lutemi Zotit xhalla xhelaluhu në këtë ditë xumaje për janë 2 raste me çdi, pra janë 2 raste operacioni, po dhe 2 raste tjera punë vështirësish. Nus Allahu xhalla xhelaluhu që t'i shërojë të smurat e muslimanëve, lutë Zotin xhalla xhelaluhu që atë që e ka sprovuar për muslimanëve, sprovën e smundjes t'ia kthej në shlyrje gjunahesh dhe mëkatesh. I lutem Zotit xhalla xhelaluhu që të largojë çdo smundje nga çdo musliman. Lutë Zotin xhalla xhelaluhu për çdo njeri që na ka thënë të lutemi dhe të bëjmë dua për të, që Zoti ta shërojë, që Zoti ta pastrojë nga gjunahet, që Zoti xhalla xhelaluhu t'ia kthejë dhimbjen, sikletin në sevap dhe në shpërblim dhe me xhenetet më të mira. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Sot është ditë e xumë dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam na porosiste duke thënë, në ditët e xumë çoni sa më shumë salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Vëllezër nderuar, mos i harroni vëllezërit tuaj dhe motrat tuaja në Siri dhe në Burma nga lutjet dhe duat tuaja. Mos i harroni nga lutjet dhe duat tuaja. Ne nuk kemi mundësi tjetër për t'i ndihmuar, ama armën e lutjes dhe duas gjithsecili prej nesh e zotëron. Për këtë arsye obligohet që të lutet për vëllezërit dhe për motrat e tij në Siri dhe obligohet që të lutet për vëllezërit dhe motrat e tij në shtetin diktatorial paganist budist të Burmës. Allahu ndihmoj vëllezërit tanë kudo që janë. Allahu lartësof Islamin dhe muslimanët. Allahu shkatroft dhe poshtroft të gjithë ata që luftojnë Islamin dhe muslimanët. Kushdo qofshin dhe sado qofshin, se fuqia e të Madhit Zot është mbi çdo fuqi. Aqimis salat, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah.